nuk është unë se kom pas ide se do të hapet një medrese e rregullt. Medreseja kishte qenë në atë kohë, po flasim për vitet 97-a, kishte qenë medrese me korrespondencë. Ama ajo dëshira edhe vullneti për me ditë diçka për fe, unë në atë vit domethënë do pranoja atë që të shkollohesha edhe me korrespondencë. Po dashti Zoti që mu në atë vit, 97-ën, hapet medreseja e rregullt, edhe unë e kuptoj pasi që unë vendosi për të mësoj medresen. Kjo konë prej mirësive dhe prej dhuntive dhe prej begative të Zotit subhanahu wa taala, kur ti e ki njetin, Zoti lehtëson aq shumë punë sa që se shumë ka dallim medreseja domethënë e rregullt edhe me korrespondencë. Kemi qenë 37 vajza kur jemi regjistruar në vitin e parë të medresesë. Ndoshta kur na kam pa ashtu, jo pse kemi qenë të tëra të mbuluara, po kemi qenë një pjesë të mbuluara. Ndoshta ka qenë pak sa e çuditshme kur na kam pas se s'ka pas përpara, ke pas domethënë vajzat e mbuluara në atë kohë i ke njoft se kanë qenë numri tepër i vogël. Kështu që kur kemi filluna, paksa ka qenë i çuditshme, paksa edhe ka pas paragjykime, ndonë se këto paguhen, kanë rroga, po paguhen prej shoqatave të ndryshme, po megjithatë prapë për neve kjo vetëm ka qenë një motiv që neve me vazhdu akoma, mu bë të suksesshme akoma, edhe me arrit qëllimet edhe ambicjet. Në vitin 97, neve kemi fillu mësimin në objektin ku tani Bashkia Islame e Kosovës. Jo ku është medreseja, ku është tani domethënë. Edhe ka qenë një objekt shumë i vjetër, shumë antik. Po megjithatë Miftiu drejtori është mundu që ta rregullojë e ta bëj ambient shkollë, ta bëj shkollë, se ajo ka qenë sikur shtëpi, si një shtëpi antike, një shtëpi e vjetër, një shtëpi. Po pastaj është aq bukur o rregullu, sa që e kemi pas edhe me tepiha. Domethënë kur jemi fut me këpucë tjera në brenda objektit shkollor, kur kemi dal me këpuca që ecim rrugës. Shumë ka pas rregull, ka pas pastërti, ka pas gjanat cilat nuk ke mujt me i gjetë nëpër shkollat e tjera. Pastaj pas disa viteve, normal që është bo objekti tjetër i medresesë, është ndru domethënë, është ndru vendi, prej këtu ka kalu tjetër vend, pastaj tek medreseja djembe. Kushtet ekonomike, të them kështu si medrese, ndoshta me krahasu me shkollat e atëhershme kanë qenë ma mirë, po megjithatë kanë qenë të vështira. Mandej kemi pas të banojmë, nuk ka pas kondek në atë kohë. Neve kemi banu nëpër shtëpia private. Kushtet kanë qenë të vështira, ama përkundrazi dëshira dhe vullneti ka qenë çdo herë që jo Zoti na rujt me ndërprej që s'ka ardh ajo, adin ajo s'është mendu një herë në jetë. Ama çdo herë jemi mundu që me qenë të suksesshme, me ja jep një imazh kësaj shkolle ashtu se si e meriton. Ama me thonë drejtën, neve kemi pas edhe suportin apo ndihmën prej Miftiu tanishëm, atëherë ka qenë drejtor. Ai çdo herë thonte, ju vetëm mësoni, unë çdo gjë për juve në këtë jetë e bëj. Ju apo doni me shku në shëtitje, unë kam e realizu. Çka po doni ju në këtë jetë? Edhe ushqimin e binte falas. Do me thonë Miftiu i tanishëm, e qesha drejtor, vetëm që na me arrit. Na me qenë ajo shkollë e suksesshme, me qenë një, si të them, u bënëm familje e dytë, me plot kuptimin e fjalës. Ashtu unë ndishe mirë, unë ndishe rehatshëm, unë ndishe qetë, ngrohtë, ambient familjar, po në njëjtën kohë kish edhe mësim, kish edhe disiplinë, kish edhe rregull, kish edukat, kish marifet, gjitha këto ishin në medrese. Unë e shoh medresen si vendi ku e ruan shoqërinë, ku i ruan djemtë dhe vajzat tona prej shumë dukurive negative, të cilat me çdo mënyrë po mundohen që të futen në shoqërinë tonë. Unë e shoh se ai vend edhe ajo shtëpi edhe ajo shkollë, thënë më mirë, është ajo ku mundohet t'i ndaloj këto dukuri të cilat po i shkatron shoqërinë tonë. Unë bëj thirrje nga ky vend që fëmijët e tonë, që familjet tona të mundohen
t'i orientojnë fëmijët e tyre, se besoj as edhe një familje që donë me pa fëmijën e vet aty ku nuk duhet. Ama nëse dojnë që fëmijët e tyre të rriten pa drogë, pa lëndë narkotike, pa vjedhje, pa hajni, pa gjërat të cilat neve po i shohim në shoqëri, unë them se ja vlen të regjistrohet, të edukohet dhe të shkollohet një fëmijë në medrese. Unë them se me kujtimet më të mira që do të shkojnë nga kjo dunja, njëra prej tyre është medreseja.